Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni, do të flasim për çështje shumë të rëndësishme, shumë të rëndësishme, siç është bujqësia, blegtoria, po jo vetëm, natyrisht do të ndalemi edhe tek siguria ushqimore në vend, si një kusht i panegociueshëm sa i takon proceseve integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Fillimisht më lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është profesor Gjok Vuksani, specialist i bujqësisë. Profesor, faleminderit që jeni me ne. E shnatësit jemi juve. Faleminderit. Kemi dëgjuar para disa ditësh atë çfarë u cilësua si prezantimi i skemës kombëtare të bujqësisë, zërat zyrtar në këtë rast prezent kryeministri dhe zëvendësja e tij folën për më shumë fonde për fermerët, madje zëvendës kryeministria tha që është buxheti më i madh në gjithë historinë sa i takon buxhetit 2026 për bujqësinë dhe blegtorin. Gjithashtu cituan se do të ketë edhe më shumë fonde nga Bashkimi Evropian, po pak e çuditshme kjo për vetë faktin që janë pezulluar fondet i PARD dhe ndërkohë OLAF vijon hetimet për vjedhjen e fondeve sa i takon fondeve të Bashkimit Evropian adresuar fermerëve. Çfarë mund të themi në lidhje me këto, profesor Vuksani? Fondet e dedikuar për 2026 janë rreth 52 milion euro që shkojnë direkt për fermerët. Ndërsa pjesa e fondeve në përgjithësi për bujqësi janë rreth 164 milion euro, të cilat do shkojnë për bujqësi në tërësi. Pra, fondet që shkojnë direkt për fermerët, dhe kjo është pjesa e rëndësishme, ne nuk të ndërëson sa para shkojnë për dieta, për karburant, nuk ka një rritje reale. Pra, jemi në gjitha të nivellet të 2023, 2024, 2025, me 1 milion apo 2 milion më shumë apo më pak. Pra, nuk është e vërtet që është fondi më i madh sa i takon fermerëve? Ka një klauzor, që nuk është hera parë, ka qenë edhe vjet, që është një fond sovran që ka Banka e Shqipërisë. Pra, ka mundësi që fermerët të marrin kredi nga banka, duke patur një kolateral deri në 70% për të mbuluar kredin. Zoti Vuksani, ju ka... Por edhe vjet... Po, përfundojeni, po. Edhe vjet ky fond nuk u shpërbluar nga fermerët për disa arsye, në radhë të parë se duhet jetë dokumentacion shumë i komplikuar, në radhë të dytë se fermerët nuk kanë kolateral as 30 apo 40%, sepse letrat e tokës janë të pa azhërnuara dhe nuk kanë hipoteka. Dhe në fund të fundit fermerët kanë frikë të marrin kredi edhe për arsye të një lloj pasigurie që ka bujqësia në përgjithësi. Le të themi një shifër, në portofolin e kredisë vetëm 1% është fondi i kredisë për bujqësinë. Nëse do të ndaleshim tek kjo që sapo keni thënë ju, zoti Vuksani, pasiguria e fermerëve, cilat do të ishin problematikat kryesore të cilat natyrisht i kemi thënë edhe herë të tjera, por që vijojnë ende të mbeten të pasgjidhura sa i takon fermerëve? Situasht pasigurit janë të mëdha, në qoftë se mund të rëndisin, në radhë të parë është rreziku i vazhdueshëm i përmbytjeve. Pra, zonat caktuara si Lezhë, Shkodra, Lushnja, Fieri, deri në Vlorë, pra zona fushore e Shqipërisë, ka raste që jo vetëm një herë në vit, por edhe 2 herë edhe 3 herë në vit përmbytet. Dhe ajo që është më e keqe, e më e rënda, është sepse nuk kompensohen nga shteti për dëmet e shkaktuara. Nga ana tjetër, nuk ka një siguracion në bujqësi për fatkeqësitë natyrale,
sepse agjensit kanë shumë frikë të mbulojnë produktin bujqësor, se pasojë e risku të madh dhe si thua gjithë barra e pakëfyse apo përmbytjes bie mbi fermerin. Për të patur një zgjidhje në këtë rast, duhet që shteti nëpërmjet skemave mbështetje duhet të paguajë primin e sigurimit në mënyrë të tillë deri në një moment që të bëhet rentabel për skemë nga një kompani sigurimit kombëtare apo ndërkombëtare. Po sa i takon pamundësisë ende zoti Vuksani për të mbërritur prodhimi vendas tek konsumatori, shpeshherë fermerët janë ngritur edhe në protesta sa i takon. Këtij fenomeni që vijon ende fatkeqësisht të privoj konsumatorin nga prodhimi vendas, por natyrisht edhe të bëj shumë fermer të falimentojnë nga pamundësia për të nxjerrë produktet në treg. Konkurenca e pandershme, le të themi, e prodhimit vendas me importet. Tu ka disa problematika. Në radhë të parë, duhet të themi se prodhimi shqiptar del me kosto shumë të lartë. Kjo për arsye, për disa arsye, për arsye kryesore është sepse mbështetet shumë pak nga subvencionet e buxhetit të shtetit. Për shembull, Shqipëria, siç e thatë shifrën, për 2026 ka planifikuar për fermerët mbështetje rreth 52 milion euro. Ndërsa Kosova ka rreth 100 milion euro mbështetje, Maqedonia ka 120 deri 160 milion mbështetje nga shteti, ndërsa Serbia ka 300 deri 400 milion euro mbështetje direkte për fermerë. Pa hyrë edhe në aspektin që një pjesë e mbështetjes vjen nga fondet e IPARD-it, gjë të cilën ne nuk e kemi, sepse janë bllokuar si pasojë e abuzimeve me këto fonde. Pra që në hapin e parë, produktet shqiptare dalin më të shtrenjta, më me kosto më të lartë se gjithë rajoni. Dhe si pasojë konkurrohen lehtësisht nga produktet serbe, maqedonëse e kështu me radhë. Momenti i dytë që është shumë i rëndësishëm të theksohet, ne kemi një TVSH diskriminuese për prodhimin vendas. Pra, TVSH-ja për 20% nuk i kompensohet grumbullësve dhe fabrikave të punimit në qoftë se e merr produktin brenda vendit. Pra në qoftë se një fabrikë qumshti e merr qumshtin në Lushnjë apo në Shkodër apo në Vlorë, ai nuk merr mbrapsht 20% në TVSH. Dhe e kundërta ndodh nëse vjen një qumësh nga importi, nga Serbia apo Hungaria që kohët e fundit ka filluar të eksportojë në Shqipëri, sepse ati i rimbursohet 20% si TVSH që pasojë e importit. Pra që në nisje kemi një pabarazi me rreth 20% të TVSH midis produktit që prodhohet brenda dhe atij që prodhohet që vjen nga jashtë. Zoti Vuksani, ka edhe probleme të tjera në qoftë që duam të shkojmë më thellë. Ka një zinxhir abuziv midis prodhuesit dhe konsumatorit që jemi ne. Pra, fermerit i blihet me çmim shumë të ulët produkti bujqësor dhe çmimi në zinxhirin abuziv të tregtarëve derisa vjen te konsumatori ka raste që rritet me 100% apo 200%. Pra, në këtë rast, as fermeri nuk vlerësohet për mundet dhe tjerësën e tij, por edhe ne si konsumator jemi shumë të shtrënguar, shumë të shtrenjtë në produktet që blejmë. Zoti Vuksani, sa i takon blegtorisë, duket sikur është lënë tërësisht në harres, ndërkohë
jo pa arsye qytetarët ndjehen të shqetësuar, sidomos kur her pas her lexojnë lajme të tilla që në Shqipëri importohen tonelata, qindra mijëra tonelata qumësht pluhuri në vend. Ç'mund të themi për këtë pjesë? Në qoftë se bujqësia në 5 vitet e fundit ka ose stagnacion, ose rënje për arritje negative, katastrofa më madhe ka ndodhur pikërisht me blegëtori. Sipas të dhënave të Instatit, në 10-12 vitet e fundit është reduktuar me 50% numri i baktive në Shqipëri. Dhe patjetër si pasojë e këtij redukimi kemi edhe reduktim të prodhimit të qumshit në Shqipëri. E theksova qik më sipër që një nga faktorët është të vëshëja e padrejtë për fermerët, po ajo që është më e keqe është se ky qumësh që vjen nga jashtë nuk dihet se çfarë cilësie ka. Në radhë të parë duhet të mos ta shajmë shumë qumshtin pluhur, se nuk është si thuhet ka origjinë nga lopa apo nga ndeli apo dhia, por rreziku më i madh është me qumshin që i shtohen proteina apo i shtohen proteina të hierës. Dhe apo në produktet e qumshit që i shtohet vaj i palmës. Në këtë rast rreziku është akoma më i madh për shëndetin e njeriut dhe kontrolli nga ana e autoriteteve shpiguruese shqiptare është shumë i dobët. Edhe në raportin e fundit të progresit për kapitullin 12, kishte shumë kritika për sigurinë ushqimore në Shqipëri dhe një nga ato kritikat ishte se qumshi si lëndë dhe parë ka nivel shumë të lartë mikrobike dhe duhet të merren masa për rregullimin e kësaj problematike. Dhe nuk dim çfarë masash janë marrë nëse janë marrë. Profesor, ndalojmë këtu, ju lutem, tek siguria ushqimore, jo vetëm se është një kusht i panegociueshëm i Bashkimit Evropian, po natyrisht në vëmendje të parë kemi shëndetin, jetën e qytetarëve. Kam parasysh 2 deklarata të Ramës sa i takon sigurisë ushqimore para disa muajve bënte përgjegjëse AKU-n dhe sipas tij më shumë ka bërë keq se sa ka mbrojtur konsumatorin dhe para disa ditësh që thoshte me këto kushte të sigurisë ushqimore që kemi në Shqipëri jemi të pa integrueshëm në Bashkimin Evropian. Çfarë duhet të kuptojnë qytetarët kur vetë kryeministri e thot këtë dhe distancohet nga përgjegjësia duke ja faturuar vetëm AKU-s sigurinë ushqimore pra shëndetin, jetën e qytetarëve? Ja ta marrim çështjen në gjitha dimensionet. Në radhë të parë, mu më vjen shumë mirë që kryeministri ka arritur në konkluzione që ne si specialist kemi 10 vjet që i themi studio në studio apo që i kemi shkruar. Dhe unë do të them edhe një lajm të keq që në gjendjen në cilën ndodhet siguria ushqimore në Shqipëri, është pothuajse pa mundur integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për të ardhur për t'i marrë çështet, nuk po them opinionet e mia, sepse unë mund të jem subjektiv në vlerësimin tim. Por po marr raportin e progresit të Bashkimit Evropian për 2025. Për kapitullin 12 ai thekson se ka problematika në kontrollin në kufi dhe infrastrukturën në kufi. Në pikat e inspektimit, si thuhen në gjuhën teknike.
nuk ka një plan shumë vjeçar për kontrollin, nuk ka kapacitete njerëzore në përshtatje në pozicione e punës të cilën mund të realizojnë planin e inspektimit. Nuk ka kapacitete laboratorike. Madje ka për herë të parë vendosën në dyqim analizat që kryejnë laboratoret e referencës në Shqipëri, duke theksuar se ka analizat e pa konfirmuara dhe të pa situash të stabilizuara. Të pa certifikuara. Po, të pa certifikuara. Nuk ka probleme të mëdha me lëndën e parë të qumshit si pasojë e ngarkesës madhe mikrobiale. Nuk ka vaksinim të baktive për sëmundjen zoonotike. Nuk ka certifikim të kafshëve të cilat mund të shkojnë nga fermeri deri tek konsumatori. Pra, janë një tërësi problematikash të cilat në thelb janë përgjegjësi të qeverisjes, të qeverisë shqiptare. Nuk më intereson kush e ka për ta kryer funksionin, e ka AKU-ja, e ka AKVMB-ja, e ka laboratori i akredituar i SUFI, e ka inspektori i peshqimit, sepse janë 4 inspektoriate ose 4 institucione që merren me sigurinë ushqimore. Dhe përgjegjësia bie mbi qeverinë. Qeveria duhet të marrë masa në radhë të parë financiare. Nuk bëhet me propagandë siguria ushqimore, bëhet me mbështetje financiare. Nuk duhet që në pozicione drejtuese kryesore të vendosen persona politik dhe patronazhistët, por duhet të mbështeten specialistët që janë më të mirë të fushës në mënyrë të tillë që të sigurojnë ose të garantojnë sigurinë tonë dhe sigurinë e konsumatorit. Laboratorët duhet të pajisen me pajisje më moderne të mundshme dhe me staf të trajnuar. Piket duhet të jenë të pajisen me dhoma frigoriferike në mënyrë të tillë që të kryhet kontrolli që në kufi dhe mos futet një produkt i rrezikshëm brenda kufive të Shqipërisë, sepse është e vështirë të menaxhohet pastaj. Pra, siç ju thash, problematikat janë të shumta dhe është qeveria ajo që duhet marrë masë. Unë si ekspert apo ne si ekspert vetëm fjalën kemi dhe i kemi thënë fjalët tona në gjitha televizionet, në gjitha portalet e mundshme, masa do të marrin qeveria. Po profesor, po qytetarët e kanë thënë fjalën e tyre, a i shikoni të ndërgjegjësuar në proporcion me riskun që paraqitet nga mungesa e sigurisë ushqimore, s'ka reagim, janë të pa informuar, si e vlerësoni? Në radhë të parë, qytetarët shqiptarë me taksat e tyre paguajnë një strukturë të stormale të sigurisë ushqimore në Shqipëri. Dhe është detyra e këtyre institucioneve të garantojnë sigurinë ushqimore. Së dyti është përgjegjësia e kompanive, e operatorëve të biznesit që marrin përgjegjësi ligjore në bazën e kodit penal për produktin e tyre. Dhe për të ardhur tek fermerët, patjetër edhe fermerët, edhe konsumatorët duhet të jenë më të vëmendshëm dhe më të përqendruar në kontrollin e cilësisë së produkteve. Konsumatorët duhet të shikojnë me vëmendje si thua analizat që ka produkti. Nëse ka, duke shikuar zakonisht shumica atyre e kanë nga mrapa,
Dhe duhet ta lexoj me kujdes atë. Konsumatori duhet të blejë në vende të sigurta, në supermarketet të njohura dhe jo në rrugë dhe jo në kushte higjieno-sanitare të papërshtatshme. Por gjitha ato janë sekondare, e para është garancia që duhet japin organet shtetërore për produktet ushqimore. Siguria ushqimore është pjesë e sigurisë kombëtare dhe duhet të garantohet nga shteti. Po jo vetëm nëpërmjet të shkruarit. Absolutisht, vetë raporti i BE-s e thash në sipër që nuk ka kapacitete laboratorike, nuk ka njerëz të përgatitur për të kryer kontrollet dhe nuk ka një program afatgjat mbi pas risku që të kryejnë kontrollet në ato produkte dhe në ato sektorë që janë dhe në atë periudhë kohë që janë më sensitiv. Zoti Vuksani, dhe së fundmi, sa të rrezikuar janë qytetarët nga mungesa e sigurisë ushqimore? Parë në rrafshin e shëndetit, jetës së tyre tani. Problemi është i tillë që ne nuk kemi studime, kemi të mirëfillta për ndikimin e produkteve të caktuara apo ndoçave të caktuara. Në Shqipëri flas, në botë ka me qindra dhe mia studime të tilla dhe prandaj është vështirë të nxjerrin konkluzionin në kushtet e mungesës së këtyre fakteve. Por në përgjithësi mund të themi se niveli shumë i lartë i herbicideve, i produkteve të mbrojtjes bimëve në fruta dhe perime ka një rrezik të jashtëzakonshëm, sepse e keqja është sepse pesticidet në produktet bujqësore që hyjnë në organizmin e njeriu rezervohen. Pra mbi vendosja në aty nuk e japin efektin e menjëhershëm, por ato ndikojnë gradualisht në shëndetin e njeriu. Urojmë që për sa i përket, për shembull, kemi patur probleme me metalet të rënda, që disa produkte që janë kthyer nga Kroacia. Ky është një aspekt tjetër i panjohur deri dje për Shqipërinë, i cili këto metale të rënda janë shumë të rrezikshme dhe janë kancerogjene. Pa fol për aspekte të tjera më të veta, si janë incidencat ushqimore, ose siç njihen në gjuhën e përditshme, helmime të ndryshme që pasojë e kushteve hidrosanitare të produktit, mënyrën të ruajtjes, mënyrën manipulimit të tyre e kështu me radhë. Pra gjendja është shumë komplekse dhe unë ju bëj thirrje fermerëve, ju bëj thirrje edhe konsumatorëve që të ruajnë familjen e tyre, të ruajnë fëmijët dhe të përmbledhen në maksimum për duhet e përditshme me cilën e ushqejmë. Pra, në mungesë të instrumenteve ligjor, tani mbetet në ndërgjegjen e fermerëve të kujdesen për shëndetin e konsumatorit. Në këto kushte jemi, Vuksani? Unë po e them shumë sinqerisht, matat duhet të marrin qeveria. Matat duhet të marrin, si përmend edhe një herë institucionet. AKU, AKMVB, ISUF, laboratori i referencës dhe inspektoriati i peshkimit të udhëhequra nga Ministria e Bujqësisë, të cilat janë përgjegjëse për sigurinë ushqimore. Këto e kanë detyrë ligjore për të ruajtur sigurinë ushqimore në Shqipëri dhe shëndetin e njerëzve dhe konsumatorëve. Zoti Vuksani, por me qenë se siç ka thënë kryeministri, nuk po e them unë që AKU-ja
më shumë ka prishur punë se sa ka rregulluar punë. Pra, inflacioni bazë i sigurisë ushqimore ka shkaktuar dëme sipas kryeministit. Duhet patjetër, sipas shprehjes, 2 duar për një kokë janë. Konsumatorët në maksimumin e tyre të jenë përgjegjshme, të lexojnë etiketën, të shikojnë produktin dhe mundësisht të kenë shansin për të gjetur produktin më të mirë në gjithë këtë si thuaç rrëmuj të madhe në cilën duket siguria ushqimore. Zoti Vuksani, ju falenderojmë shumë për këtë bashkëbisedim së bashku. Ju falenderoj edhe unë juve sepse ka shumë pak televizore që flasin për këtë fushë dhe ne mundohemi që të bëjmë sensibilizim në mënyrë të tillë që organet vendimmarrëse të marrin matën. Faleminderit edhe një herë. Ishim me zotin Gjok Vuksani, zonja dhe zotrinj, u përpoqëm se në kaq pak minuta është e vështirë t'i prekësh në detaje të gjitha problematikat, po në vijat përgjithshme, besoj se ka qenë një bisedë shumë e dobishme, jo vetëm në ndihmë të fermerëve, jo vetëm në suport të blegtorisë që siç e tha edhe Vuksani është tërësisht në harres, po sidomos jo vetëm sa i takon proceseve integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por duke patur në qendër të çdo fjale tham deri tani shëndetin dhe jetën e qytetarëve, sa i takon sigurisë së munguar ushqimore në Shqipëri, tashmë certifikuar edhe nga raportet ndërkombëtare. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.